Korriku niset me tronditje. Ja çfarë pritet për edhshenjë deri më 15. Korriku nuk fillon thjesht si një muaj i ri. Ai hap një portë të fuqishme energjish që do të trondisin ritmet tona të përditshme dhe do të ndryshojnë drejtimin e shumë jetëve. Universi këtë herë nuk është i heshtur. Ai po na flet qartë përmes intuitës, sinjaleve dhe ngjarjeve që duket sikur vijnë rastësisht, por në fakt janë të shkruara. Gjysma e parë e këtij muaji vjen me ndryshime të mëdha për disa shenja dhe një provojë të vërtetë të durimit dhe zgjuarsisë për disa të tjera. Për disa, kjo është koha për të ndriçuar dhe për të kapur një shans që nuk do të rikthehet më. Për të tjerë, është një thirrje për të reflektuar, për të tërhequr dhe për të mos reaguar me impuls. Mos e merr këtë si një parashikim të zakonshëm horoskopi. Ky është një udhëzim energjetik për shpirtin tënd. Nëse e dëgjon me zemër të hapur, ndoshta do të marrësh pikërisht mesazhin që ke nevojë në këtë moment të jetës. Le të zbulojmë së bashku çfarë ka rezervuar Korriku për ty. Dashi. Korriku të shtyn të ndalosh dhe të reflektosh. Gjysma e parë e muajit sill tensione në marrëdhënie dhe ke ndjesinë sikur askush nuk po të kupton. Por kjo është thjesht një provë për të mësuar të komunikosh më ndjeshëm dhe me më shumë qartësi. Një mundësi e vogël financiare mund të befasojë, por varet nga si e kap. Mbaj ritmin e brendshëm dhe mos vepro me kokëfortësi. Ndonjëherë qetësia është arma më e fortë. Demi. Ti do stabilitet, por Korriku vjen për të tundur tokën nën këmbët e tua. Sidomos në aspektin profesional, pritet një ndryshim që do të sfidoj të dalësh nga zona jote e rehatisë. Parat vijnë nga një burim i pazakont, por kërkojnë zgjuarsi në menaxhim. Nuk është koha të rish i tërhequr. Është koha të shfaqësh aftësitë që të bëjnë të pazëvendësueshëm. Bine. Energjia është e lartë, por edhe e shpërndar. Kujdes me angazhimet. Do të ofrohen shumë gjëra, por nuk do t'i menaxhosh dot të gjitha nëse nuk vendos prioritet. Në dashuri, një vërtet e fshehur mund të dalë në pa. Gjysma e parë e Korrikut është për vendime të guximshme, por të maturuara. Dhe mbaj mend, jo çdo mundësi është për ty. Zgjedh me mençuri. Gaforia. Korriku të vë në qendër. Ndihesh më emocional se zakonisht, por kjo është një fuqi në vetvete. Marrëdhëniet përmirësohen dhe në familje mund të ketë një ngjarje të bukur që e mbush shtëpinë me dritë. Financiarisht do të ndjesh një shtysë të re që vjen nga një vendim që ke marrë muaj më parë. Kini besim në instinktin tënd. Ai nuk të ka mashtruar kurrë. Luani. Universi të vë përballë një sfide. A je gati të hapësh një kapitull të ri? Gjysma e parë e Korrikut sill një dritare të artë për të ndryshuar një situatë që të ka lodhur. Energjia e yjeve të mbështet për të nisur diçka nga e para, por vetëm nëse lë pas segon dhe krenarin. Dashuria të thërret, por do për kushtim. Parat do vinë nëse je i gatshëm për të bashkëpunuar. Virgjëresha. Korriku të vendos përballë një sfide të brendshme. Kontroll apo besim, ti je mësuar të rregullosh çdo detaj, por këtë herë do të duhet të pranosh që disa gjëra ndodhin jashtë kontrollit tënd. Në punë, një mundësi e re vjen papritur, por kërkon që të heqësh dorë nga diçka tjetër. Në dashuri, një person nga e kaluara mund të rikthehet, por me qëllime më të qarta. Mos e injoro këtë shans. Ndoshta nuk është për të përsëritur. Peshorja. Gjysma e parë e Korrikut sill një kthjellim të madh në mendje. Një vendim i rëndësishëm do të duhet të merret, dhe për herë të parë do të vendosësh veten përpara të tjerëve. Balanca që kërkon këtë herë do të vijë nga brenda vetes, jo nga rrethina. Financiarisht ka shenja të përmirësimit, por vetëm nëse heq dorë nga shpenzimet impulsive. Mbështetu te intuita. Është shumë më saktë se sa mendon. Akrepi. Energjia e hënës së parë të Korrikut të prek thellë. Do ndihesh i ngarkuar emocionalisht, por kjo është një fazë pastrimi. Gjërat që të kanë rënduar muaj më parë do të fillojnë të shpërbëhen. Por ti duhet të lëshosh kontrollin. Një çështje parash që të ka stresuar do të marrë kthes pozitive, por mos e shpërdoro këtë lehtësi. Në dashuri, ndjenjat intensifikohen dhe lidhjet forcohen, ose thyhen përfundimisht. Shigjetari.
Korriku vjen si një sinjal alarmi. Mos u bëj pasiv. Ti ke ëndra, por nëse nuk vepron, gjithçka do mbetet në mendje. Universi do të jap një shtysë të fuqishme, ndoshta edhe përmes një lajmi të papritur nga jashtë vendit. Në aspektin financiar, pritet një rritje që vjen nga një rrezik që ke marrë më parë. Mos harro. Sa herë ke guxuar, ke fituar. Britej. Gjysma e parë e muajit të kërkon disiplinë, por edhe fleksibilitet. Një projekt që ka ngecur mund të rifillojë, por vetëm nëse ndryshon qasjen. Njerëzit përreth do të kërkojnë ndihmën tënde, por nuk duhet të harrosh edhe veten. Financiarisht pritet një zgjidhje për një problem të vjetër. Korriku është muaji i reflektimit dhe rilindjes për ty. Por gjithçka fillon me një vendim të vogël, por të guximshëm. Ujori. Ndjen një lëvizje të brendshme që nuk di si ta shpjegosh. Korriku të sjell një ndjesi thirrjeje, si një udhëzim i brendshëm për të ndryshuar rrjedhën e jetës. Do ndodh diçka që do të detyrojë të dalësh nga zona jote e zakonshme. Dhe kjo është gjëja më e mirë që mund të të ndodhë. Në dashuri është koha për sinqeritet të plotë. Në financa një investim i vogël mund të kthehet në mënyrë të papritur. Peshqi. Korriku të mbush me ndjenja të thella dhe ndoshta pak konfuzion. Po kalon një periudhë ku do të ndihesh shumë afër me energjitë e padukshme. Prandaj kujdes me mendimet që mbart. Një dëshirë që e ke ruajtur për brenda do të fillojë të shfaqet si mundësi reale. Në dashuri do të ndjesh më shumë se zakonisht, por vetëm nëse lejon veten të jesh i hapur emocionalisht. Universi ka përgatitur një dhuratë për ty, por varet nga ti nëse do ta shohësh apo jo. Çdo shenjë ka dritën dhe hijet e saj këtë muaj. Por më e rëndësishmja është, si do të reagosh? Universi ka folur. Tani është radha jote. Shkruaj shenjën tënde në komente nëse ndjeve mesazhin. Ky ishte zëri i Universit.